Nuk e di tani çfarë je, se duket shumë nga emri, duket si falso profili, por nuk ka rëndësi. Kjo nuk është censur, kjo është mbrojtje. Dhe kjo nuk është çmenduri, por kjo është gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet. Dhe ajo që ne po bëjmë nuk është që e kemi mbyllur TikTokun një herë mirë, por e kemi mbyllur, po e mbyllim tani domethënë ditë për ditë, po ngushtohet, e ke parë që është vështirësuar derisa vërtet këtu. Po ndërkohë me kompaninë TikTok ne po punojmë dhe po presim që na bjerë një plan për filtrat që vendosi për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmat, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm ato programet e reja që ka për shkencën, matematikën etj, dhe natyrisht edhe për argëtimin. Kështu që lëre mos të dëgjoj Bufin do hysh një histori kështu, do hysh një histori ashtu, se Bufi për vete e ka kryer me histori. Bufi le të rrotullohet nga doj në histori, e ka vendos veten në një pjedestal me kallama, Buf kënete. Mos dëgjoj Bufin, mos shko mbrapa Bufit, se të ha. Këtë ditë them. Po kontribot thajmë kënetën. I ke parë ndonjëherë rrugët e fshatrave të qarkut që kërkon votën. Nuk e di për këtë qark e ke, po them që sa janë ndërtuar rrugë fshatrash në Shqipëri nga qeveria dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe nga Bashkitë Socialiste në këtë dekadë nuk janë ndërtuar në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku. Këtë e di dhe ta them me shumë siguri. Turp gjithë të rinj të merren me partinë janë të gjithë pa aftë se kanë prindër drejtora. Në fakt, ti Kristian është turp për ty që ju futesh dhe ju ofendon për një zgjedhje të lirë, në një vend të lirë, në jetën e tyre, njerëzve që kanë një mendim tjetër nga ty dhe që kanë dëshirë ta kalojnë kohën ndryshe nga ty. Ndryshe nga ty që rri këtu në Facebook shan dhe bën kështu emoji me vjellje, ata kanë shumë dëshirë që të kontribuojnë për këtë vend, duke u aktivizuar në një parti politike që është partia më e madhe e shqiptarëve. Dhe ty të duket se ata duhet të kenë turp se merren me partinë, ty të duket se politika është turp, po në fakt ti duhet dish që politika është krijuar eksaktësisht që njerëzit së bashku të bëjnë gjëra që të vetëm nuk i bëjnë dot. Dhe asgjë nuk bën dot ti vetëm miku im, sapo ngrihesh nga krevati dhe del nga shtëpia. Jashtë mureve të shtëpisë ti vetëm nuk ndryshon dot asgjë. Nëse rruga përpara shtëpisë tënde ka nevojë të riparohet, ti nuk e bën dot vetë. Ty të duhet ndihmë. Nëse ka nevojë për ndriçim natën, ti nuk e bën dot vetë. Ty të duhet ndihmë. Nëse ka nevojë për kanalizim të ujit, të ujrave, ti nuk e bën dot vetë. Ty të duhet ndihmë. Dhe kështu me radhë deri te gjërat e mëdha. Këto bëhen me politikën. Politika është hapësira ku njerëzit bëhen bashkë për t'i dhënë drejtim disa gjërave që vetëm s'japin dot. Po mos ishte politika aty Kristian, nuk do kishte lindur Bashkimi Evropian. Nuk do kishin lindur Shtetet e Bashkuara. Nuk do kishte liritë e drejtat njerëzit. Nuk do kishin lindur të drejtat e grave, nuk do ishte folur ndonjëherë për barazinë gjinore, nuk do ishte krijuar shteti social, e të tjera.